a më pranot namazi kur e kam mendjen tjetër kund. Mundohu deri në maksimum t'jesh i përkushtuar dhe me plot vëmendje në namaz. Për më arrit një gjë të tillë, duhesh me lexu sa më shumë rreth nevojës së përkushtimit në namaz, rëndësisë së namazit, pastaj madhështisë së Allahut, vlerës së namazit, po ashtu edhe të mësosh kuptimin e ajeteve apo lutjeve të cilat lexohen në namaz. Pastaj, kur ti marrësh sebepet deri maksimum, mbështet ju Allahu xhelle shanhu. Edhe nëse ndodh që mendja të ikë prej namazit pranohet me lejet Allahut, por aq sa se ke mendjen, aq nuk e ke edhe sevapin. Aq sa më shumë që ke mendjen të namazit, aq e ke edhe sevapin. Prandaj përkushtimi apo vëmendja sa më e madhe në namaz edhe shpërblimi më i madh, sa më shumë që e humb vëmendjen, çka që humb edhe shpërblimin.